Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar Tiranë kërkesën për gjykim për 6 shtetasit Musa Gjikola, Klodian Muça, Sokol Masha, Erion Dani, Emiliano Roçi dhe Wilson Roçi. Të pandehurit akuzohen për konsumimin e elementeve të veprave penale, ushtrimi i ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, kryer në bashkëpunim. Nga hetimet e kryera ka rezultuar se gjatë vitit 2020 të pandehurit janë përfshirë në 3 episode të veçanta, ku kanë kërkuar dhe përfituar shuma monetare që varionin nga 4.000 deri në 7.500 euro, me pretendimin se kishin aftësinë për të ushtruar ndikim të palishëm ndaj funksionarëve drejtësisë, me qëllim ndikimin në masa sigurimi personal dhe favorizim në dhënie dënimit ndaj disa të arrestuarve. Gjithashtu është provuar se i pandehuri Erion Dani, në kohën e ngjarjeve me detyrë zëvendës shef komisariati dhe shef për krimet në komisariatin numër 3 Tiranë, ka shpërdoruar detyrën duke shpërndar tek persona të tretë të dhëna të siguruara nga sistemi Teams. Hetimet kanë dokumentuar se të pandehurit kanë bashkëpunuar dhe koordinuar veprimet përmes komunikimeve në platformën e enkriptuar Sky ECC, të cilat janë administruar nga autoritetet franceze të drejtësisë në kuadër të ndihmës së ndërsjellë juridike ndërkombëtare. Autoritetet franceze, holandeze dhe belgjike, Eurojust dhe Europol kanë bashkëpunuar me prokurorinë e posaçme dhe kanë asistuar gjatë këtij hetimi.